Aktori legjendar i filmave aksion Chuck Norris është ndarë nga jeta në moshën 86 vjeçare. Lajmi u konfirmua nga familja e tij përmes një postimi në rrjetet sociale, duke bërë të ditur se ai ndërroi jetë në paqe i rrethuar nga njerëzit më të dashur. Me zemra të thyera ndajmë lajmin për ndarjen e papritur nga jeta të Chuck Norris, edhe pse dëshirojmë të ruajmë privatësinë për rrethanat, ai ishte pranë familjes edhe në paqe, thuaj në deklaratë. Familjarët e përshkruan atë jo vetëm si një ikon të kinematografisë dhe arteve marciale, por edhe si bashkëshort të përkushtuar, baba të dashur dhe shtyllë të familjes. Chuck Norris, i lindur në Oklahoma në vitin 1940, u bë i famshëm fillimisht përmes filmave të arteve marciale në vitet 70 dhe 80. Ai luajti në produksione të njohura, duke u shndërruar në një nga yjet më të mëdhenj të aksionit në Hollywood. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.